Një grabitës me xham të blinduar, dyrë të blinduar, sistem automatik e blokon autorin brenda. Dhe ai nuk reagon, as nuk qëllon, as nuk dëmton. Problem kjo për shitsin. Ta blokosh me Kalashnikov brenda thotë? Po me Kalashnikov brenda xhamit blinduar, nuk ka asgjë. Pra, kur për shitsi duhet të jetë brenda xhamit, nuk ka nevojë shitsi të dali këtej. Tani, nëse ti shet flori mes në dyqan si shet çokolada, pastaj ky është problem që unë për mendimin tim nëse nuk ka një rregullore të mirëfillt se si mund të tregtosh këtë lloj biznesi, duhet vendosur me patjetër. Ajo është një lloj si banka. Madje edhe bankat kanë patur ato problemet e veta dhe kanë filluar me kalimin e viteve të marrin masa shtrënguese dhe kanë vendosur edhe shërbim fizik, sigurie në çdo bankë. Okej, ne marrim mirëqen që një biznes i tillë ndoshta nuk i ka kapacitetet për të pas shërbim sigurie fizike, por element forcues të sigurisë duhet të ketë. Pra, bëhen 3 element sigurie. Të hyrja, sistemi automatik i alarmit dhe i blokimit. Armëve zjarrit. Jo vetëm armëve zjarrit, por mund të blokosh, pra në momentin që ndodh një ngjarje, fillon një sistem automatik ose edhe i komanduar nga brenda nga një person i cili nuk ka mundësi të arrihet nga autori dhe bën mbylljen automatike. Të paktën ti mund ta vonosh. Po ti shikosh edhe këtu në Tiranë, ke shumë biznese të kësaj natyre e kanë vënë këto element. Pra ti nuk futesh dot atje, sepse gjithë sistemi është i kontrolluar me element të cilët nuk lejojnë veprime që bien sy që janë veprime dashakeqëse. Kur ty të afrohet një njeri të ky biznes me skafandër, dera nuk hapet. Ka një operator që është edhe shitës, i cili e ka pamjen me hyrjen, se ka me xham, edhe xhami është i blinduar dhe e ka me buton. Pra, ti vjen me skafandër, nuk mund të futesh në ato lloj biznesi me skafandër. Ti nuk e hap derën. Pra, po të shkosh, ke disa biznese që të shikosh në Tiranë, se nuk po them çuditëra që nuk janë bërë në vend. Shiko futu kur të afrohesh te dera, shiko që ka një kërcitje aty. Është sistemi që hap derën. Pra, ai ta hap derën se shef, ti identifikohesh dhe ai të lejon të futesh. Futet 2 veta me skafandër me. Pra, them këtë. Duhet të mbrosh veten në një farë mënyrë, qoftë me një investime që mund të sistemet. Unë kësaj i mësoj gjithmonë. Kur shohim element që policia neglizhon, policia bashkëpunon, policia bëhet pjesë e krimit, aty hajde ti bim kokës edhe shumë biles. Po kur shohim element të cilët çdojnë nga 2 palët, ne nuk mund t'i kërkojmë policisë që në çdo ngjarje kriminale ku ndodh të jetë një polic aty, sepse nuk e di se me çfarë mund ta transportojnë një polic kur në kohë reale në një vend ngjarje. E kuptoj, jam dakord me arsyetimin e zotit Basha. Patjetër që duhen masa mbrojtëse shtesë edhe nga vetë bizneset, ne kishim në aspektin që policia e shtetit duhet të jetë më shumë prezente dhe fokusuar tek rendit dhe siguria e qytetarëve, jo tek vendosja e gjobave të parkimit. A kam frikë si? Nuk i siguron rend dhe sigurinë qytetarit një gjobë parkimi. Unë për mua as aksident rrugor nuk është aksident rrugor gjobë parkimi. Kjo është pastaj te ngarkesa e policisë. Unë jam dakord që policia s'duhet merret fare me gjoba. Është policia bashkiake. Policia bashkiake jo vetëm atë, po duhet marrë edhe kompetenca të tjera për disa ngjarje të lehta që mund t'i marrë dhe policia të zhbllokohet nga disa detyra që nuk është nevoja t'i kryej kjo polici. Ne kena 600-700 punonjës policie bashkiake, të cilat mund të ambulojnë një qytet. Ne kemi Kamza ka polici bashkiake, çdo qytet ka polici bashkiake, e cila mund të marrë menaxhimin e qytetit, dhe s'është nevoja të ngarkohet as me ndërtimin policia. Po pse nuk janë të dy njerëz të këtij vendi si polici bashkiake si polici i shtetit? Të dy janë të arsimuar, trajnuar, e njohin rregullin, njohin ligjin, lëre kompetenca, lëre ndërtimin, lëre gjitha. Po nuk e bëri, çoje ke në shtëpi, nëse ka bërë më keq, çoje në vendin ku i takon. Ka frikë sot, le të themi, grabicit apo krimi nga policia? Mendoj që, domethënë, siç thanë, që t'i bim shkurt, policia duhet të largohet nga punët e rëndomta, nga gjobat. Gjobat ja lej policisë bashkiake dhe të merret me sigurinë publike, kjo është gjë e mirë. Mendoj që një punonjës policie duhet të gëzohet jo kur mbaron bllokun e gjobave, por kur ka bërë një punë për zbulimin e krimeve dhe të kriminaliteteve dhe ka bërë punë parandaluese. Mendoj që ka frikë nga policia, do të thonë vetëm një budallës mund me mos me pas frikë, sepse kohë e reagimit mund të jetë aty policia, për shembull, kur bën një ngjarje ata janë larguar shpejt. Po të rinë aty të kimit do ishin kap nga policia. Prandaj mendoj çdo kush në Shqipëri ka frikë nga policia
dhe nuk është ashtu, por dhe fati që është gjithë koha momenti shiut, pra janë gjithë kushtet objektive për të realizuar veprën dhe në kohë të shpejta ata janë larguar. Mendoj se kanë frikë nga policia e grupet kriminale. Qoftë edhe bashkëpunëtorët e thjeshtë. Qoftë dhe bashkëpunëtorët e thjeshtë, jo vetëm për grupet, por edhe bashkëpunëtorët e thjeshtë kanë frikë. Tani bashkëpunimi me policinë është gjë tjetër që flitet, por në parim unë them që kanë frikë. Duhet të kenë frikë qytetarët. Unë mendoj që qytetarët duhet të kenë bashkëpunim. Ne gjithë qytetarët të Republikës Shqipërisë duhet besojmë te policia. Policia duhet na japi tregues që ne duhet besojmë te policia. Gjithë bashku në harmoni plot kemi për detyrë ta mbajmë vendin e sigurt. Jo vetëm policia. Kur policia bashkëpunon me krimin, atëherë ky punojës policie duhet të merren masa ekstreme ligjore për ta çuar atje ku i takon. Shkarkim nëse është për shkarkim, ndjekje penale nëse është ndjekje penale, nëse vendos gjykata në burg, nëse është për burg. Dhe kjo duhet bërë me të gjithë llojin, gjithë nivelin dhe gjithë gradën që mbajnë. Nuk është problemi fajik. Nuk është problemi tek policët e thjeshtë. Policët e thjeshtë janë djemë dhe vajza të shkëlqyer, e bëjnë punën në mënyrë shkëlqyer. Problemi është te drejtuesit e policisë. Di shumë raste ku më ankohen, më denoncojnë shumë raste efektiv policie të thjeshtë ku ndërhyjnë drejtuesit e policisë në mënyrë arbitrare, nëse ka ndaluar personazhe në të pushtetshëm, madje edhe të botës së krimit, edhe për një gjop makine, shpejtësie, ndërhyjnë. Ky është problemi. Nuk është problemi tek policia, është efektiv. Kam përshtypjen, efektiv është i pambrojtur vetë, është si qytetar, edhe efektivi i policisë është i pambrojtur si qytetar. Shiko, nuk është më kjo frymë. Është kjo frymë. Nuk, jo. Është kjo frymë, ta jep me fakte. Nuk po them që nuk ka element caktuar të cilët kanë tendenca për të bërë veprime të tilla. Qoftë pushtet mbajtës, qoftë post mbajtës nga ana e strukturave të sigurisë. Por nuk mund të themi që kjo është një gjë që ndodh çdo ditë apo një fenomen i cili është kthyer në rrezikshmëri për detyrën funksionale. Duke qenë se jemi në mund të ketë ka element, por këto element duhet ndëshkuar, këto element duhen hetuar dhe këto element duhet larguar kur është për të larguar dhe pastaj pjesa tjetër është për të ndjekur. Se mbetemi pikërisht në këtë çështje, në Sarandë, gati shkriri gjithë komisariati i policisë atje, drejtuesit janë ndaluar pikërisht sepse akuzohen apo ka dyshime për shkak të lidhjes dhe se kanë lejuar një ndërtim të palishëm në zonën bregdetare. Edi Ruçin, kolegun ton, i cili ka qenë në terren e ka parë situatën, ka informuar vazhdimisht për aty CNN. Edi, mi mbrëma, mirë se erdhe në terminal. Mi mbrëma, është kënaqësi e veçantë. Çfarë ka ndodhur, Edi tamam, nga ajo që ti ke mësuar në punën tënde duke mbuluar këtë ngjarje? 3 ditë më parë ka patur një aksion i cili në pjesën e Sarandës, por edhe Ksamelit, është trirë në të gjithë territorin, ku ka patur një task force të mbritur nga qendra, nga Tirana, që kontrollonte për ndërtimet pa leje në qytetin e Sarandës, por dhe në Ksamil, por gjithashtu kanë qenë të angazhuar edhe specialistë e timit të krimeve dhe palishmërisë, edhe të policisë së Vlorës, e cila është policia qendër, le të themi, që varet edhe komisariati i policisë së Sarandës. Mësohet se janë evidentuar disa ndërtime